Përshëndetje të gjithë shqiptarëve anë mban botës. Unë jam Iliriana, apo siç më thërrasin këto, Ana, dhe në këto momente po dëgjoni episodin e 14 të podcastit Ti je një thesar. Ju jam shumë e njohur për mbështetjen dhe inkurajimin tuaj. Ky është episodi i dytë në gjuhën shqipe, por me hirin e Zotit, një të ardhme të afërt, do të ketë akoma më shumë episode në shqip. Kemi vendosur ta titullojmë këtë episod Triumfi i jetës. Sa i mrekullueshëm është Jezusi, Zoti ynë, që e mundi vdekjen dhe na dha jetë. Në episodin e sotëm, kam të ftuar në parë nga Shqipëria, një motë të bekuar, një nënë të mrekullueshme, një bashkëshorte të veçantë, një drejtuese shumë të zellët në mbretërinë e Zotit. Zemra ime është plot sepse e ftuara në episodin e sotëm është shumë e veçantë dhe Zoti po përdor këtë thesar kudo që ai shkel. Përpara se ta fillojmë këtë intervistë, i lutem me lejoni t'i bëj një prezantim të shkurtër kësaj motre të çmuar. Sabina Lamnica është jo vetëm pjesëtare e kishës Udha, por gjithashtu pastore Sabina drejton kishën Udha në Tiranë bashkë me bashkëshorten e saj, pastor Edmond Lamnica. Sabina ka lindur dhe është rritur në Tiranë. Sabina ka 2 motra dhe prindit e saj. Ajo e ka pranuar Jezusin që kur ishte 8 vjeçë e gjysmë. Sabina ja ka përkushtuar gjithë jetën e saj Zotit. Ajo ka mbaruar 3 shkolla biblike, duke përfshirë studimet e saj në teologji. Gjatë viteve, Sabina ka shërbyer në çdo departament të kishës. Ajo gjithashtu ka dhënë mësime në shkolla biblike, ka predikuar dhe vazhdon të predikojë në mënyrë të vazhdueshme. Sabina dhe bashkëshorti i saj drejtojnë kishën Udha në Tiranë. Miq të podcastit Ti je një thesar. Kisha Udha ka shërbesa të rregullta në Tiranë, kështu që të gjithë jeni të mirëpritur të jeni pjesë e këtyre takimeve çdo të diel në orën 5 të pasdites, 200 metra mbi pazarin e ri. Pastor Mondi dhe pastore Sabrina janë njerëz me vizion dhe me plot pasion për mbretërinë e Perëndisë. Unë personalisht jam shumë e lumtur që pastor Sabina i tha po me shumë gëzim ftesës sime për të qenë pjesë e këtij episodi. Pa humbur kohë, le të fillojmë intervistën tonë me këtë motër të bekuar. Sabina, faleminderit që pranove ftesën time dhe mirë se erdhe në podcastin Ti je një thesar. Përshëndetje Iliriana. Shumë e gëzuar të jem me ty sot dhe me të gjithë dëgjuesit që do të jenë me ne, do të na dëgjojnë. Kënaqësi të kalojmë këtë kohë së bashku. Shumë entuziaste, faleminderit për ftesën. Lavdi Zotit për ty. Sabina, para pak javësh ishte festa e Pashkës. Ne të gjithë e dimë se festa e Pashkës festohet kudo nëpër botë. Por gjithashtu e dim që domethënia e Pashkës është shumë e fuqishme, jo vetëm një herë në vit, por çdo ditë dhe në çdo moment. Jam e vetëdijshme që Zoti të ka dhënë një dhënti të veçantë të shpjegosh në mënyrë të qartë fjalën e Perëndisë, por a mund të shpjegosh në mënyrë specifike domethënien e kësaj feste kaq madhështore? Faleminderit. Historia e Pashkës është një histori dashurie. Perëndia kaq shumë e deshi botën, sa që Perëndia dha. Madje pse jo, le të shkojmë të shohim vargjet e famshme Gjonin 3, 16 dhe 17. Sepse Perëndia e deshi kaq botën, sa që Perëndia dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohej prej tij. Dashuria pagoi gjithçka për ty dhe për mua. Nuk ishin gozhdët që e mbajtën Jezusin në kryq, por dashuria e tij për ty dhe për mua. Të mbahet mend kur Jezusi ishte në kopshtin e Getsemanis dhe erdhën për ta arrestuar, si u përgjigj ai? Madje pse jo, le të shkojmë të shohim këtë pasazh shkrimi se gjithmonë nuk ka bërë përshtypje. Mateo 26 dhe vargu 53. A kujton ti vallë se unë nuk mund t'i lutem atit tim,
që të më dërgoj më shumë se 12 legjone engjësh? Një legjon është i barabartë me 4.000 ushtarë. Jezusi në momentin kur foli kishte një 11 dishepuj dhe bashkë me të ishin 12 persona në kopshtin e Gjetsemanit. Pra nga një legjon për secilin. 12 legjone herë 4.000 është e barabartë me 48.000 engjëj. Shumë interesante. Por gjithashtu ne shohim tek fjala e Zotit te letra e 2 e mbretërve, ne shohim që një angjëll i vetëm vrau 185.000 njerëz. Madje pse jo ta shohim edhe atë pasazh shkrimi tek e 2 e mbretërve. E 2 e mbretërve 19 dhe vargu 35. Atë natë ndodhi që angjëlli i Zotit doli dhe vrau në kampin e asirëve 185.000 njerëz. Kur njerëzit u ngritën në mëngjes, ja të gjithë ishin bërë kufoma. Pra, fuqia e një angjëlli ishte i aftë të vriste një angjëll i vetëm 185.000 persona. Por atëherë 185.000 herë 48.000 engjëj që Jezusi përmendi në kopshtin e Gjetsemanit bëhet një llogari që dele barabartë me 8 miliardë 880 milion. Sa interesante. Popullsia mendohet që në kohën e Jezusit të ishte rreth 1 miliardë gjysmë. Pra çdo të thotë Jezusi këtu, sepse gjithmonë ka thesare në fjalët e Jezusit. Jezusi po thoshte, nëse unë do të doja, unë mund ta shfarrosja botën. Por motivi dhe qëllimi i zemrës tij ishte dashuria. Arsyeja pse ai erdhi ishte dashuria. Sepse Perëndia, dhe ne e cituam pak më parë, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohej prej tij. Pra nuk ishin gozhdët që e mbajtën Jezusin në kryq, por dashuria e tij për ty dhe për mua. Sabina, sa më shumë që eci me Zotin dhe sa më shumë që e lexoj Biblën, aq më shumë e kuptoj që dashuria e Atit për ne është e papërshkrueshme dhe përtej imagjinatës sonë. A mund të shpjegosh në mënyrë të zgjeruar këtë të vërtet jetë ndryshuese? Faleminderit. Pyetje shumë e mirë, Iliriana, sepse s'ka dashuri më të madhe se dashuria e Atit për ne. Asgjë që mund të bësh nuk krahasohet me të. Te Romakët 5:8 fjala e Zotit thot, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Ne kemi dëgjuar për histori të mëdha dashurie, që pasi janë njohur, kanë luftuar fort për njëri tjetrin për shkak dashurisë tyre, apo për dashurinë mes prindit dhe fëmijës, që kanë luftuar për jetën e njëri tjetrit. Por në fakt po t'i vësh re këto histori, kanë një emërus të përbashkët. Këto histori kanë luftuar pasi janë njohur dhe e kanë zgjedhur njëri tjetrin, dhe si rrjedhoi e kanë dashur njëri tjetrin. Kurse dashuria e Zotit për ne kalon çdo dimension. Dhe Romakët 5:8 thot, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Kush vdes për ty pa të njohur ty? Kush lufton për ty pa të njohur ty? Kush paguan për ty pa të njohur ty? Kush e jep veten për ty pa të njohur ty? Prandaj, dashuria e Atit për ne, dashuria që Zoti ka për ne, është dashuri mahnitëse. Te Gjoni 15:9 fjala e Zotit thot, sikurse Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë time. Është vetëm fillimi i bisedës sonë dhe të them të drejtën, gjithçka që ndave deri tani i ka dhënë freski besimit tim. Sabina, je vërtet e çmuar. Në këto momente, do doja që t'ja përkushtojmë disa minuta vdekjes dhe ringjalljes së Jezus Krishtit, sepse Bibla thekson qartë fuqinë e sakrificës së Jezusit në kryq, jo vetëm për një grup njerëzish, por për të gjithë njerëzimin.
Vdekja dhe ringjallja e Jezus Krishtit janë dy shtyllat kryesore të besimit krishter. Pa vdekjen e tij, çmimi nuk do të ishte paguar, dhe pa ringjalljen e tij, ne nuk do të kishim jetë. Tek Romakët 6:23 fjala e Zotit thotë, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Fjala e Zotit thotë që paga e mëkatit ishte vdekja, dhe vdekje në këtë kontekst do të thotë ndarje nga Perëndia. Ai ishte sakrifica e Perëndisë, qengji i Perëndisë që hoqi mëkatin e botës. Ai ishte qengji i patmet dhe i vetmi që kualifikohej për të qenë flijimi perfekt. Ai nuk njihte mëkat. Fjala e Zotit thotë që në gojën e tij nuk u gjet mashtrim. Në Testamentin e Vjetër, priftërinjt duhet të ekzaminonin sakrificën përpara se të ofrohej, dhe sakrifica që të pranohej duhet të ishte patmeta. Ata nuk ekzaminonin personin që kishte mëkatuar, por sakrificën. Prandaj sakrifica duhet të ishte perfekte. Perëndia në planin e shpëtimit nuk na ekzaminoi ne, por sakrificën që u flijua për ne. Jezusi ishte i vetmi person i denjë për të flijuar për mëkatarët. Jezusi, qengji i Perëndisë, u flijua në altarin e kryqit, dhe gjaku i tij i pastër ishte çfarë duhej për të shfaqsuar njeriu mëkatar. Por ai nuk qëndroi i vdekur, por u ringjall të tretën ditë. Dhe ata që besojnë tek ai identifikohen me ringjalljen e tij në jetën e re, pa mëkat. Certifikata e vdekjes së tij u bë certifikata e lindjes time. Jezusi tha, sepse unë jetoj, ju do të jetoni gjithashtu. Jezusi gjithashtu tha, unë jam ringjallja dhe jeta. Ringjallja është triumfi i jetës mbi vdekjen, triumfi i drejtësisë mbi mëkatin, triumfi i bekimit mbi mallkimin, triumfi i dritës mbi errësirën. Dhe ne që besojmë në Krishtin, jemi pjesëmarrës të kësaj ringjalljeje. Kolosianët 2:12 gjithashtu fjala e Zotit thotë, të varrosur bashkë me të në pagëzim, ju edhe u ringjallët bashkë me të, me anë besimit në fuqinë e Perëndisë që ka ringjallur prej së vdekurit. Sabina ka rreth 30 vite që kur kam filluar këtë jetë të re me Zotin, dhe vazhdoj të kej mori dhe etje për fjalën e tij. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 19, vargu 30, Jezusi tha, u krye. Fjalët e Jezusit janë gjithmonë të fuqishme dhe shpesh ka një mesazh misterioz. Kur Jezusi tha, u krye, çfarë mesazhi donte të na jepte me këtë fjalë? Në fakt, Iliriana, ashtu siç e tham dhe më parë, çdo fjalë e Jezusit është thesar më vete, por veçanërisht kjo fjalë është shumë e fuqishme. Ky moment shënoi fundin e beslidhjes së vjetër, kur fryma e Perëndisë banonte në tempuj të bërë nga dora e njerëzit. Tek Gjoni 19:30, kur Jezusi e mori uthullën, tha, u krye, dhe duke ulur kryet, dha frymën. Vini re, Jezusi e dha frymën. Luka na jep një detaj tjetër. Le të shkojmë të shohim një pasazh tek Luka. Luka 23, vargu 44 deri në vargun 46. Ishte afërsisht ora e 6 dhe errësira e mbuloi gjithë vendin deri në orën e 9. Dielli u err dhe perdja e tempullit u nda në mes. Dhe Jezusi bërtiti me zë të lartë. Dhe tha, o atë, në duart e tua, po e dorëzoj frymën tim.
Shikoni si tha Jezusi, në duart e tua po e dorëzoj frymën time, askush nuk mund ta merrte frymën Jezusit. Ai e dorëzoi. Kjo ishte sakrifica e tij, sakrifica e kryqit. Dhe si tha këto, dha frymë. Perdja e tempullit ndante vendin shumë të shenjtë nga vendi i shenjtë. Në vendin shumë të shenjtë ndodhej arka e beslidhjes, prania e Perëndis pra. Kur Jezusi tha ka përfunduar, prania e Perëndis doli nga vendi shumë i shenjtë në tempull për të banuar në zemrat e atyre që do të besonin tek Jezusi. Fjala u krye këtu. Në fakt është një fjalë greke, tetelestai, që do të thotë paguar plotësisht. Kjo në fakt ishte një thënie që përdorej në tregje kur një borxh paguhej plotësisht. Ti edhe unë kishim një borxh që duhej paguar, që ishte akumuluar për shkak të mëkatit. Që vetëm një gjak i pafajshëm, si i qengjit Perëndis, mund të bënte shlyerjen e këtij borxhi. Për shkak të gjakut të Jezusit, nuk ka më faj, nuk ka më turp, nuk ka më dënim. Gjaku i Jezusit ishte mjaft. Gjaku në Jezusit në fakt ishte receta perfekte për të kuruar këtë të keqe të madhe. Është për shkak të gjakut të Jezusit që ne u bëm të lirë. Është për shkak të fuqisë së gjakut të Jezusit që fuqia e vdekjes u thye. Është për shkak të gjakut të Jezusit që ne e rimorëm lirinë tonë. Është për shkak të gjakut të Jezusit që u restaurua identiteti ynë dhe ne nuk kemi pse të gjejmë vlerën tonë në gjërat që bëjmë apo në gjërat që zotrojmë Liriana, sepse gjaku i Jezusit dëshmon për vlerën tonë. Është për shkak gjakut të Jezusit që ne kemi shpëtimin. Është për shkak gjakut të Jezusit që ne kemi shërimin. Kështu që nëse ndihesh i mundur sot, Jezusi tha që ka mbaruar, është kryer. Ai dhe vetëm ai e mori fitoren për ty. Nëse ndihesh i sëmur, ai siguroi shërim për ty. Nëse ndihesh i mohuar, ai të pranon ty sot. Krah hapur madje. Nëse ndihesh i lodhur, ai është forca jote. Është ai që rigjeneron fuqitë e tua. Nëse ndihesh i braktisur, është ai që kurrë nuk të lë e kurrë nuk të braktis. Nëse ndihesh i humbur, Jezusi është rruga jote. Sa herë kemi parë jetët e njerëzve të restauruara. Jezusi që ndërhyn, fuqia e tij, fuqia e gjakut të tij që ndërhyn për ne, e jep jetë gjërave të vdekura. Jep familje atje ku nuk ka familje. Jep jetë aty ku duket sikur jeta po mbaron. Jep shpresë aty ku duket sikur shpresa nuk ekziston më. Por është për shkak gjakut Jezusit. Është për shkak gjakut Jezusit që ne jemi këtu ku jemi sot. E kemi privilegjin të quhemi bijtë Perëndis më të lartë. Është për shkak fuqisë gjakut Jezusit që jeta jonë është e restauruar. Haleluja. Kur Jezusi bërtiti me Zot lart dhe tha u krye, nuk ishte një e bërtitur humbjeje. Nuk ishte një e bërtitur dorëzimi, por ishte një e bërtitur fitoreje dhe triumfi. Ke nevojë sot që të kesh jetë? Thrite Jezusin. Ke nevojë sot në një zonë caktuar të jetës tënde që duket sikur është e errët?
Ai ka fuqi ringjallëse. Ai jep jetë gjërave të vdekura. Ai restauron marrëdhëniet e thyera. Ai është forca jote. Ai është drita jote kur ti ke vetëm errësirë rreth teje. Nuk shikon dot. Ai është drita jote. Besoj atij sot. Ai tha u krye. Ai pagoi për ty. Një çmim. Për ty dhe për mua. Një çmim që vetëm biri i Perëndis, qengji, sakrifica perfekte do mund ta bënte për ty. Jezusi tha është kryer. E kur Jezusi thotë është kryer, ka marrë fund. Është diçka që ka mbaruar. Do të duhet vetëm ta pranosh. E do të duhet ta rrokosh, ta marrësh me besim dhe të ecësh përpara. Fitimtar, plot guxim, sepse Jezusi tha është kryer. Sabina, me të vërtet të jam shumë injose që solle në këtë podcast disa të vërteta të vyra dhe jetë ndryshuese, jo vetëm për dëgjuesit tanë, por edhe për mua gjithashtu. Pavarësisht që po shkojmë drejt fundit të këtij episodi, sa mirë do të ishte sikur t'i bënim një përmbledhje gjithçkaje që kemi biseduar deri tani. Sa shumë gjëra janë thënë sot, Iliriana. Një nga gjëra që vërtet e ka shënuar fort jetën time është që historia e Pashkës është një histori dashurie. Dhe s'ka histori dashurie më të madhe se kjo. Që nuk ishin gozhdët që e mbajtën Jezusin kryq, por dashuria e tij për ty dhe për mua. Ishin pikërisht dashuria që e mbajti Jezusin kryq. Sepse fjala e Zotit thotë që Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënonte botën, por që bota të shpëtoi nëpërmjet tij. Dashuri manitse kjo e Zotit tonë të çmuar. Dashuri mbreslënse kjo e Zotit tonë të çmuar. Vdekja dhe ringjallja e Jezusit janë dy nga shtyllat kryesore të besimit krishter. Pa vdekjen e tij, çmimi nuk do të ishte paguar, dhe pa ringjalljen e tij, ne nuk do të kishim jetë. Fjala e Zotit thotë që paga e mëkatit është vdekja, për dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin tonë. Dhurata e Perëndis, Jezus Krishti është dhurata e Perëndis. Jezus Krishti është një dhuratë të çmuar. Certifikata e vdekjes tij u bë certifikata e lindjes sime. Jezusi tha sepse unë jetoj, ju do të jetoni gjithashtu. Jezusi tha që unë jam ringjallja dhe jeta. Triumfi i drejtësisë mbi mëkatin. Ringjallja është triumfi i jetës mbi vdekjen. Është triumfi i bekimit mbi mallkimin. Është triumfi i dritës mbi errësirën. Çfarë bekimesh kemi ne që jemi në Krishtin? Çfarë bekimesh kemi ne kur Jezusi tha u krye? Kjo shënoi fundin e beslidhjes vjetër, kur fryma e Perëndis banonte në tempujt bërë nga dora e njerëzit. Por tashmë nuk do të banonte më në tempujt bërë në dorën e njerëzit. Por fryma e Perëndis, perdja e tempullit që ndante vendin shumë të shenjtë nga vendi i shenjtë, teksa u gris. Aty ku ndodhej arka e beslidhjes, prania e Perëndis. Dhe kur Jezusi tha ka përfunduar, prania e Perëndis doli nga vendi shumë i shenjtë, që ishte në tempull, për të banuar tashmë në zemrat e atyre që do të besonin tek Jezusi. Fjala e Zotit thotë të gjithë atyre që i besuan atij ai u dha pushtetin të quhen bi të Perëndis. Çfarë privilegji të quhemi bi të Perëndis më të lartë. Ti dhe unë kishim një borxh që duhej paguar, që ishte akumuluar për shkak të mëkatit. Por që vetëm një gjak i pafajshëm si i qengjit Perëndis mund të bënte shlyrjen e këtij borxhi. Për shkak të gjakut të Jezusit nuk ka më faj, nuk ka më turp, nuk ka më dënim. Është për shkak të gjakut të Jezusit që ne e morëm lirinë tonë. Është për shkak të gjakut të Jezusit
që ne kemi shpëtimin. Gjaku i Jezusit ishte receta perfekte për këtë të keqet madhe që kishte pushtuar botën. Prandaj, kur Jezusi bërtiti me zot lart dhe tha u krye, nuk ishte një e bërtitur humbjeje apo një e bërtitur dorëzimi, por ishte një e bërtitur fitoreje dhe triumfi. E megjithatë, sa shumë thesare ka fjala e Zotit kur të futesh dhe bëhesh serioz marrëdhënie me të, për të lexuar e për të studiuar e për të kërkuar fytyrën e tij ditë pas dite. Ka shumë thesare në fjalën e Zotit. Prandaj ne duhet të rrisim dozën e të qëndruarit, haleluja, e të mbushurit me praninë e tij, me fjalën e tij, duke marrë prej tij dita ditës, sepse s'ka si prania e Zotit. Sabina, çdo fjalë që ke thënë sot është vërtet shumë inkurajim. Shpresoj që dëgjuesit tanë janë inkurajuar jo vetëm në ecjen e tyre me Zotin, por gjithashtu në shërbesën e tyre ndaj Tij. Të gjithë kemi ëndra për gjëra të ndryshme, por pyetja ime për ty është: çfarë ëndre dhe vizioni ke për të ndryshuar botën? Sa shumë ëndra ka për të ndryshuar botën, Ana. Por kam kuptuar një gjë. Të vetëm ne nuk mund ta ndryshojmë dot botën. Unë mund të jap kontributin tim dhe të bëj pjesën time duke reflektuar Krishtin në gjithçka që bëj. Është e rëndësishme të ngjajmë Zotit ton. Është shumë e rëndësishme të lëmë shijen e Krishtit në botë, kudo që Zoti na ka vendosur, në çdo lloj fushe të jetës. Tek Efesianët 4:16 fjala e Zotit thotë: prej të cilit i gjithë trupi, i lidhur mirë dhe i bashkuar, me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr. Vini re, çdo gjymtyr duhet jap kontributin e vet, dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë. Çdo pjesë e veçantë ka forcën e vet. Kjo shkakton, thot fjala e Zotit, shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetes tij. Gjithashtu tek e para Korintasve 12:12, fjala e Zotit thot: sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyr, dhe gjitha gjymtyrët e të njëjtit trup, megjithse janë shumë, formojnë një trup të vetëm, kështu është edhe Krishti. Dhe pak më poshtë vargu 27 i po këtij kapitulli thot: ju jeni trupi i Krishtit dhe gjymtyrët e tij veç e veç. Në fakt, Iliriana, dëshira e madhe e zemrës time është që të gjithë bashk, si trupi i Krishtit, të kuptojmë rolin që na është caktuar nga Perëndia. Pra çdo gjymtyr të kuptojë rolin që na është caktuar nga Perëndia, në mënyrë që gjithë secili të përmbush thirrjen e tij nga Zoti. Vetëm duke bërë këtë, do të sillnim ndryshim botës tonë. Unë si prind gëzohem shumë kur më thonë sa të ngjajnë vajzat. Imagjinoni sa gëzim do t'i jep të zemrën Zotit, sikur ne t'i ngjanim atij. Kaq shumë. Kjo po që do të sillte ndryshim në botën tonë. Kështu që dëshira e madhe e zemrës time, ngjaj Zotit, sillu si ai, vepro si ai, bëj thirrjen që ai të ka caktuar të bësh, përmbushe thirrjen tënde dhe gëzohu në Zotin. Kjo do sillte ndryshim. Lutem me gjithë zemër që trupi i Krishtit të ngrihet fort dhe fuqishëm dhe të kuptoj vendin dhe pozitën dhe rëndësinë që çdo pjesë e çdo gjymtyr e trupit ka. Sabina, është shumë e dukshme që ti ke një pasion të madh për të parë ungjillin e Jezus Krishtit, duke ecur përpara. Çfarë mesazhi ke për botën anë mban në këtë momente? Një mesazh zemre, një mesazh inkurajimi, një mesazh që mund t'i kujtojnë të gjithëve që ato nuk janë vetëm dhe e ardhmja e tyre është e sigurt në duart e Perëndisë. Pyetje interesante kjo, Iliriana. Mesazhi i zemrës tënde për botën anë mban. Gjëja e parë që mund të them me plot konfidencë dhe siguri është që kjo botë
të vini njohjen e Zotit. Mesazhi i zemrës time, ajo që zemra ime qanë edhe e do fort, është që kjo botë të vinë njohjen e Zotit. Që kjo botë të vinë kuptimin e sytë të hapen dhe verbria të bjerë. E njerëzit kuptojnë që nuk ka rrugë tjetër tek Zoti, përveç se nëpërmjet Jezus Krishtit. Jezusi tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Në fakt, kjo ka qenë edhe arsyeja kur ne jemi frymëzuar dhe i kemi vendosur emrin kishës tonë, pikërisht kisha udha. Sepse Jezusi është udha. Jezusi është rruga. Dhe zemra jonë si pastor është njësuar me zemrën e Atit, që njerëzit vinë njohjen e Zotit, që njerëzit të vinë në pikën e dorëzimit, të kuptojnë dhe të pranojnë që nuk ka rrugë tjetër tek Ati, veç se nëpërmjet Jezusit. Kjo është çfarë zemra ime dëshiron kaq shumë. Kjo është çfarë zemra ime mendon kaq shumë. Lutem me gjithë zemër që në këtë kohë pashke, në këtë kohë gëzimi, sepse pashka për ne na kujton që ne jemi bërë të lirë për shkak gjakut Jezusit. Që varri është bosh, shpëtimtari jon është i gjallë. Që Zoti mbi zotër dhe mbreti mbi mbretër Jezus Krishti është i gjallë. Është një kohë ku gëzojmë, është një kohë ku festojmë, është një kohë ku lavdrojmë Zotin, sepse atij i takon deri dhe lavdia për jetë, thot fjala e Zotit. Është një kohë gëzimi. Pashka është një kohë gëzimi. Dhe ku ka më mirë se sa në një kohë të tillë si koha e Pashkës, që ne të ulemi të mendojmë dhe të reflektojmë për fuqinë e kryqit. Që ai kryq ishte shumë më shumë se sa kam zhik, ishte shumë më shumë se sa lëndim në trupin e Jezusit. Ai erdhi dhe pagoi çmimin për ty dhe për mua. Sepse të deshi kaq shumë, sepse deshi të kishte në familjen e tij çfarë privilegji, që ti të kesh Jezusin në zemër dhe të bëhesh pjesëtar i familjes madhe qellore. Me gjithë zemrën time, lutem që kjo kohë pashke, kjo kohë gëzimi, kjo kohë ku shpresa kthehet në vendin e vet, ku shpresa merr kuptim, ku shpresa forcohet si kurrë më parë, për shkak se Zoti Jezus jeton, për shkak se Zoti Jezus e mbërtheu vdekjen në kryq, për shkak sakrificës që ai bëri me jetën e tij. Ku ka më mirë se sa në një kohë të tillë të ulemi e të reflektojmë për fuqinë e kryqit, për fuqinë e gjakut Jezusit. Me gjithë zemrën time, do t'i inkurajoja çdo dëgjues, të cilët ende nuk e kanë Jezusin në zemër. Guxo të besosh Zotit. Guxo, i lumtur, thot fjala e Zotit, është i lumtur, i bekuar, është ai, besimi i cilit është tek Zoti. Do t'jesh i lumtur sot? Do t'jesh i gëzuar? Besoj Zotit. Besoj Zotit dhe kisha udha e ka dyert të hapura. Kisha udha çdo të diel në orën 5, të pret të vish. Aty ku duhet jesh, me besimtarët e tjerë, të ngrem zërin të adhurojmë Zotin, dëgjojmë fjalën e Zotit, të rinovojmë mendjen me fjalën, të këshillohemi edhe të qëndrojmë në praninë e motrave dhe të vëllezërve. Zemra jonë është e mbushur plot për çdo që futet në dyert e kishës. Kështu që për çdo që ju sfidoj sot, provoni dhe shihni sa i mirë është Zoti Jezus. Guxo të besosh atij sot, në këtë kohë pashke dhe ringjallje. Le të kujtojmë sot ringjalljen e Zotit tonë, ringjalljen e shpëtimtarit, sepse ai është rruga, ai është udha e vërteta dhe jeta. Bibla, sa e mrekullueshme është Bibla. Fjala e Zotit ton,
letra e dashurisë së Zotit për ne. E konsideroj si bekim shumë të madh që kemi lirinë e plotë të lexojmë fjalën e Tij. Është thesari i madh për ne si të krishterë, sepse thesari më i madh gjendet në Bibël, Jezusi, thesari ynë i çmuar. Do e vlerësoja shumë nëse mund të lexosh për ne disa vargje biblike që kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë bekim në jetën tënde. Në fakt, Iliriana, gjatë viteve ka patur shumë shkrime të cilat në momentet e mia të sfidave apo të betejave jam mbajtur fort pas fjalës Zotit. Një nga gjërat që ne në shtëpinë tonë dhe në kishën tonë mësojmë njerëzit të bëjnë është ta përdorin fjalën e Zotit si një armë, sepse e tillë është ajo. E ta marrim fjalën e Zotit, ta vendosim jo në zemrën, jo vetëm në zemrën tonë, por dhe në gojën tonë. Dhe çfarë kam bërë gjatë viteve, kam marrë vargje nga fjala e Zotit dhe i rrëfeja dhe i shpallja ato. I bëja personale dhe i shpallja ato. Vargje të cilat kishin të bënin mbi gëzimin e Zotit. Vargje për shëndetin. Vargje për financat. Vargje të ndryshme për sigurimin dhe çlirimin nga frika. Vargje për pranimin. Dhe shumë të tjera. Por do të ndaj me ju disa nga ato të cilat më vinë në mendje. Vargjet mbi gëzimin, për shembull. Sot dhe i kam personalizuar dhe i kam bërë pra i rrëfej për veten time. Sot do të kem gëzim, sepse do të flas fjalët që më sjellin jetë, mua dhe të tjerëve. Gëzimi i Zotit është forca e jetës time. Kështu që unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Dhe këtë e gjejmë tek fjalët e urta 15:23, fjalët e urta 25:11, Nehemia 8:10, Filipianët 4:13 dhe pastaj tek Efesianët 4:29. Asnjë fjalë e keqe nuk do të dalë nga goja ime sot, por do të flas fjalë besimi dhe ndërtimi. Prandaj, fjalët e mia sjellin jetë dhe gëzim. Unë do të kem gëzim nga përgjigjet e mia. Kështu sot unë do të flas fjalën e Tij të fuqishme. Unë do të hyj në gëzimin e Zotit sot dhe do të jem një ndihmues në gëzimin e të tjerëve. Unë do të flas fjalët e besimit të tjerëve. Dhe këtë e gjejmë tek fjalët e urta 15:23, Mateo 25:23, e 2 Korintasve 1:24. Dhe pastaj vazhdoj dhe them, e dua drejtësinë dhe urrej pa drejtësinë. Prandaj Perëndia im, më ka vajosur me vaj gëzimi për mbi shokët e mi. Unë kam vendosur besimin te Zoti dhe gëzohem. Unë nxjerr klithma gëzimi, sepse ai më mbron. Unë e dua emrin e Tij dhe jam i gëzuar në të. Hebrejt 1:9, Psalmi 5:11. Zemra ime ngazëllen në Zotin, sepse unë besoj në emrin e Tij të shenjtë. Unë do të ngazëllehem shumë në Zotin. Zemra ime është e gëzuar në Zotin tim, sepse ai më ka veshur me rrobat e shpëtimit dhe më ka mbuluar me mantelin e drejtësisë. Fjala jote ka qenë për mua gëzimi dhe gazi i zemrës sime, sepse emri yt o Zot kërkohet nga unë, o Zot Perëndia i ushtrive. Isaia 61:10, Jeremia 15:16. Vargje të tjera, të cilat kanë të bëjnë me shëndetin. Jezusi mbajti sëmundjet e mia dhe mori përsipër dhimbjet e mia, dhe për shkak vurratave të tij unë jam e shëruar. Isaia 53 vargu 4 dhe 5, Mateu 8:17 e para Pjetrit 2:24. Krishti më ka shpenguar nga smundja dhe unë nuk jam e smur. Galatasit 3:13 dhe 14. Perëndia e dërgoi fjalën e Tij dhe më shëroi, Psalmi 107:20. Zoti largon nga unë çfarëdo lloj sëmundje dhe nuk do të lejoj mbi mua asnjë të keqe vdekje prurse. Ligji për të rirë 7:15. Unë i shërbej Zotit Perëndis tim dhe ai bekon bukën time dhe ujin tim dhe largon sëmundjen nga unë. Eksodi 23:25. Zoti më jep shëndet e jetë, Jeremia 30:17, Gjoni 10:10. Unë jam pjesë e gjymtyrëve të Krishtit, prej mishit të Tij, prej kockave të Tij. Prandaj sëmundja nuk më pret dot, Efesianët 5:30.
Fryma e atij që ringjalli Krishtin prej së vdekurish banon në mua, dhe ai që ringjalli Krishtin prej së vdekurish i jep jetë edhe trupit tim të vdekshëm, me anë të frymës së tij që banon në mua. Romakët 8:11. Unë eci në dashuri dhe nuk i jap vend djallit në jetën time. Efesianët 4:26. Eci në bindje ndaj Zotit dhe asnjë smundje nuk e prek trupin tim. Ai nuk lejon asnjë smundje në trupin tim, sepse ai është Zoti, shëruesi im. Eksodi 15:26. Pastaj vazhdoj në vargje të tjera që kanë të bëjnë me sigurimin dhe çlirimin, për shembull nga frika. Sot ka siguri për mua dhe për të dashurit e mi, sepse nuk ka as dituri, as gjuarësi dhe as këshill kundër Zotit. Fjalë të urta 31:30. Unë e dëgjoj zërin e Zotit përmes fjalës së tij. Unë banoj në një vend të sigurt dhe jam me qetë pa frikë nga çfarëdo e keqe. Fjalët e urta 1:33. Unë dhe të dashurit e mi jemi të çliruar nga pushteti i errësirës dhe të dërguar në mbretërinë e birit të tij të dashur. Nuk do të na gjejë asnjë e keqe, asnjë plag nuk do t'i afrohet çadrave tona. Unë i shuaj të gjitha shigjetat e zjarrta të ligut dhe asgjë nuk mund të më dëmtojë, sepse më i madh është ai që është në mua, se sa ai që është në këtë botë. Kolosianët 1:13, Psalmi 91:10, Efesianët 6:16 e para Gjonit 4:4. Unë jam i vendosur në drejtësi, jam larg nga shtypja dhe nuk do të trëmbem më nga tmerri, sepse nuk do të më afrohet më mua. Perëndia nuk më ka dhënë një frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. Isaia 54:14 e 2 Timoteut 1:7. Zoti ti je streha ime dhe kështjella ime, Perëndia të cilit i besoj. Ai më ka dhënë pushtet të shkel mbi gjarpri dhe akrepa dhe mbi çdo pushtet të armikut, dhe asgjë nuk do mund të më dëmtojë. Psalmi 91:2, Luka 10:19. Perëndia ka vendosur përpara meje jetën dhe vdekjen, bekimin dhe mallkimin. Prandaj, unë zgjedh jetën, që të mund të jetoj unë dhe pasardhja ime. Unë e di që shtëpia ime është e siguruar. Do të vizitoj kullotat e mia e do të shikoj që nuk mungon asgjë. Unë e di që pasardhësit e mi janë shumë, e të vegjëlit e mi si bari fushave. Të pabecët janë përmbysur dhe nuk janë më, por shtëpia e të drejtëve do të mbetet në këmbë, dhe këto janë vargje për familjen. Ligji për të rirë 30:19, Jobi 5:24-25, Fjalët e urta 12:7. Veprat 16:31. Unë besoj në Zotin Jezus Krisht dhe unë dhe shtëpia ime jemi të shpëtuar. Pasardhësit e të drejtëve do të shpëtojnë. Zoti është i drejtë. Ai pret litarët e të pabezëve në shtëpinë time. Fjalët e urta 11:21, Psalmi 129:4. Fëmijët e mi janë të urtë dhe gëzojnë zemrën time. Ata do të mësojnë nga Zoti, dhe e madhe është paqja e bijve të mi. Fjalët e urta 27:11, Isaia 54:13. Unë i mësoj fëmijës tim rrugën që duhet të ndjek dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. Fjalët e urta 22:6. Unë do t'i mësoj bijve të mi fjalën e Perëndisë duke folur për të kur rri ulur në shtëpi, kur eci rrugës, kur rri shtrirë dhe kur çohem. Unë do t'i tregoj bijve të mi për të dhe bijt e mi bijve tyre dhe bijt e tyre brezit tjetër. Ligji për të rirë 11:19, Joeli 1:3. Pra kam shumë vargje, të cilat, nëse do të ndaloja, nuk do të mjaftonte një ditë e tërë, një natë e tërë, për të treguar. Por më lejoni t'u inkurajoj me diçka. Merreni fjalën e Zotit. Dhe përveç se ta vendosni në zemrën tuaj, vendosni edhe në gojën tuaj. Sepse në momentin që fjalën e Zotit e vendos në gojën tënde çdo ditë dhe e shpall, fjala e Zotit ka fuqi. Fjala e Zotit është e veshur plot me fuqi. Dhe është e rëndësishme që teksa shpallim fjalën e Zotit, Aleluja, t'i lëm hapësirë Zotit të punoj në jetën tonë. Kjo është mënyra se si kam luftuar unë ato betejat e mia, sfidat e mia, kur ngriheshin kundër meje, merja fjalën e Zotit e vendosja në gojën time. Gjë për cilën
ju inkurajoj të gjithë dëgjuesit sot bëjnë të njëjtën gjë, sepse fjala e Zotit ka fuqi të madhe. Edhe do ta shihni Zotin të veprojë. Sabina, ne po shkojmë drejt fundit të bisedës sonë. Shumë faleminderit që ishe pjesë e këtij episodi. Unë personalisht inkurajohem jashtëmase nga njerëz si ti dhe Pastor Mondi, dhe me të vërtetë jeni një shembull shumë i fuqishëm, jo vetëm për mënyrën se si jetoni jetën tuaj, por gjithashtu për mënyrën se si e lejoni Zotin të drejtojë jetën dhe shërbesën tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë Iliriana për ftesën. Ishte shumë bekim të kalonim kohë së bashku. Faleminderit për kohën, faleminderit për mundësinë për të ndarë nga zemra ime ato gjëra që Zoti ka vendosur në zemrën time, dhe bekimet e qiellit mbi ty, mbi jetën tënde dhe mbi çdo që na dëgjon. E kemi përmendur në këtë episod që Pastor Sabina dhe bashorti i saj, Pastor Mondi, me hirën dhe dashurinë e Zotit, drejtojnë kishën Udha në Tiranë, ku shërbesa kryesore është të dielave pasdite në orën 5, 200 metra mbi pazarin e ri. Jeni shumë të mirëpritur të jeni pjesë e këtyre shërbesave. Sa e mrekullueshme është që Pastor Sabina dhe Pastor Mondi jetojnë në Shqipëri dhe janë një shembull i fuqishëm, jo vetëm për mënyrën se si shërbejnë, por gjithashtu për mënyrën se si e lejojnë Zotin të drejtojë jetën e tyre. Kur ky podcast erdhi në jetë, ka qenë shumë e fortë në zemrën time që çdo episod të jetë bekim dhe Krishti të lartësohet. Zemra ime është plot duke e ditur që ky episod të dëgjohet jo vetëm në Shqipëri, por kudo nëpër botë, sepse shumë shqiptarë janë larguar nga Shqipëria për arsye të ndryshme, por kudo që jemi, edhe kudo që shkojmë, Zoti ynë ngelet i njëjtë, besnik, i pandryshueshëm, i pakrahasueshëm. Miq të çmuar të podcastit Jeni Thesar, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij episodi. Jezusi triumfoi mbi vdekjen dhe na dha jetë. Ai të do ty aq shumë. Ai ka plane të mrekullueshme për jetën tënde. Beso në të, ec me të, gëzohu në të. Bekime pafund mbi ty dhe familjen tënde. Iliriana.